themi, po. Po të them, Partia Demokratike nuk e ka problemit e njerëzit që janë të arsimuar, o zotëri. Po. Ku t'i gjej që janë të arsimuar? Problemi është filozofia e drejtimit. Nuk ka probleme Partia Demokratike në lidhje me Soros pas Soros, se as ndikon fare, as nuk ka ndikuar në një. Një, si s'ka ndikuar. Politikën e Soros i do bo 35 vjetë që vditi thu s'ka ndikuar. Ja pa që se njef, da po të them që se njef. Pak mirë të lutem, se do ta jemi në fund, po. Në strukturën e Partisë Demokratike nuk ka një linjë Sorosi që të mbizotrojë ose të marrë vendim. Historikisht, struktura e Partisë Demokratike ka ndjekur vendimarrjet e liderit, kushdo qoftë lideri. Tani, qoftë se Berisha ndjek udhëzimet e Sorosit, përsa çfarë themon është diskutim tjetër. Po unë nuk besoj që i vjen problemi Partisë Demokratike nga njerëz të arsimuar. Këtë po thot Fatmiri, që Berisha është njësoj në ideologji me Ramën. Pra, nëse PS-ja është parti liberale që lejon, le themi, është dhe PD-ja liberale. Konservator o zotëri. Pra, nuk ka edhe njerë për të thënë, duhet një parti komplet ndryshe. Që në 90-ën kur erdhi. Po pra, s'ka qenë asnjëherë, pra. Nuk ka qenë asnjëherë. Atëherë jemi në Atëherë jemi në këtë sistem që kemi dy parti të ngjashme dhe ku PS-ja është gjithnjë fituese. Të lutem. Ka qenë kryeministër, ka drejtuar shtetin për 13 vite. 13 vite nuk ka zgjidhur problemin e ish-pronarëve. 13 vite Këtë po thot pra, që s'ka qenë parti e djathtë. Për shembull, do të bëj një pyetje që ta bëjmë sepse jemi në fund. Edhe nëse nuk e qenë. Po nuk bëhet dot me atë krye po të them. Pra, se këtë po pra, jam duket krye. Lëvizjet në PD të kërkojnë të krye kur ti kërkon ta bësh partinë djathtë. To janë buskuqe. Kur vendoset një kufomi. Endre, vetëm një temë do marr. Për shembull, këtë që thot Fatmiri, unë e kuptoj kështu, që do duhet një parti, për shembull, për publikun, e PD e re që të thoshte, po, jemi kundër abortit. Po çfarë kundër abortit ka miratur? Po ja pra, aty ku duhet dalë. Ka miratur ligji për. Po këtë pra po thot, pra janë njësoj. Pra duhet një parti që thot jam kundër martesave gay. Siç është nga krau tjetër që thot jam pro martesave gay. Kemi qenë bashkë në emisionet, kam thënë që këtu nuk ka parti ideologjike në Shqipëri. Po pra, po kjo shkon në favor të PS-s pra. Dhe nuk mund të ketë parti ideologjike. Okej, pse? Sepse njerëzit që janë në krye të këtyre partive, domethënë, nuk janë të lindur. Shiko, komunizmi i ka deformuar njerëzit në Shqipëri. Ka ndërtuar njeriu. Dhe ka ndërtuar një njeri i cili ka pasur një mentalitet. Unë prandaj kur kujtova ata që bërtisin Sali Berisha, është një lloj si ata që bërtisin Enver Hoxha. Ai mentalitet është krijuar. Në Shqipëri në dallim nga vendet e tjera, ne nuk kemi pasur figura si Vaslav Haveli, për shembull, apo figura. Mos kemi pasur ditë se Evram e ditën 45 e shkatruar me ditën e Evram. Që ata që ishin krye të PD-s, që supozohet që të ishin të djathtë, nuk ishin të djathtë në mentalitet. Nuk ka të djathtë. Po këtu është pyetja, çka kërkon Staliani kur nuk është i djathtë? Kur nuk i ka këtë teza? Dhe tani. Po si ka pra këtë teza? Ai thjesht ka teza e Berishës po më të përmirësuara. Tani, një nga bota po ndahet pra. Bota po ndahet Indri. Bota po ndahet mes majtës dhe djathtës. Si Denis, si mundet në një vend Bashkimit Evropian ti në Europë? Mes Europës, gjatë konservatore. E ke parë Melonin? E ke parë Melonin? E ke parë çfarë program? Është komplet konservator. Ku e ke? Për ta mbyllur po Indri. Çfarë është Bashkimi Evropian? Një nga elementet kryesor që dallon të majtën nga e djatha është serioziteti dhe përgjegjësia për veprimet që bëjnë. Po pra, kaq. Është prona. Për mënyrën se serioziteti dhe përgjegjësia. Kush e ka këtë? E djatha? Po patjetër. Seriozitet, përgjegjësi. Në dallim me atë majtët që paktën ne shikojmë që janë të relat, paktën sidomos ata që janë sot në Evropë, domethënë. Qeverisin bazë ëndrave, nuk qeverisin bazë realiteteve. Serioziteti dhe përgjegjësia. Dhe me aq sa shikohet në ato frym që po bëhet aty, po kërkohet seriozitet dhe përgjegjësi. Faleminderit Tafani, duhet pak lutem. Jo, jam në fund. Tek kush është serioziteti dhe që o zotri, thuaj fjalën e fundit. Jo, e ka fjalën drejtë se në Berisha. Këto nisma i miraton gjithë ditën. Sa herë të duan këta? Për të vendosur buzëkuq mbi një kufon politike është mjeshtër. Edhe këto buzëkuqet që kërkojnë këta i vendos statut gjithë ditën. Edhe as ka për të zbatuar. Seriozitet dhe përgjegjësi e shet e Saliani për ta mbyllur? Po edhe një herë, se s'po të kuptoj. Te kjo lëvizje e Salianit e shikon pra. Po i po pyet antarët, mos si do i zgjidhim këto halle, sa është në fazën fillestare. Po nuk do të zgjidhin hallet Po si çeka kjo? Po antarët si çeka kjo?
ka faza, një lëvizje politike ka fazat e saj. Ka takimet, ka Tu jam dakord që duhet teza duhet i hedh pa me njëherë. Megjithatë, unë ju falenderoj të katërtëve, besoj kjo ishte një temë në fakt që duhet ta kishim hapur pak më herët se çfarë është e djathta dhe e majta dhe besoj ja vlen ta diskutojmë, por ne do të ritakojmë me të tjera zhvillime, sidomos kjo javë shumë e ngarkuar, deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim.